Shqipëria ka një nivel të lartë të papunësisë tek të rinj që konsiderohet shqetësuese. Komisioni Evropian vlerëson në raportin e fundit se shkalla e papunësisë tek të rinjt në tremujorin e 4 të vitit 2015 pësoi një rënje prej 1.9%, kundrejt tremujorit të mëparshëm, por sërish ajo mbetet shumë e lartë në nivelin 32.3%. Raporti evidenton situatën në bujqësi që është edhe sektori që gjeneron numrin më të madh të vendeve të punës në Shqipëri. Sipas Komisionit Evropian, në tremujorin e fundit të vitit 2015, krijimi i vendeve të punës në agrobujqësi u ngadalësua, ndërsa në total, niveli i papunësisë në Shqipëri arriti në fund të 2015-s në 17.5%, duke u rritur me 0.2% kundrejt tremujorit të tretë të këtij viti. Krijimi i vendeve të punës në Shqipëri, veçanërisht tek të rinjt, konsiderohet problematik, pasi ka mospërputhje të forta mes kërkesës dhe ofertës. Nga ana tjetër, shkalla e papunësisë vlerësohet të jetë shumë më e lartë se të dhënat zyrtare, pasi jo të gjithë të papunët raportojnë pranë zyrave të punësimit, ku edhe regjistrohen, ndërsa nuk ka të dhëna të sakta për punësimin në bujqësi.